Në fshatin Bajs të Selenicës është zhvilluar edicioni 4 i Vajza Fest, një aktivitet që tashmë është kthyer në një traditë të bukur dhe të rëndësishme për zonën, një fest që bashkon traditën, kulturën, artin, sportin dhe trashëgimin, duke sjellë në vëmendje vlerat dhe pasuritë e kësaj treve. I pranishëm në këtë aktivitet edhe kryeministri Edi Rama. Ti gjyshitim, fshati Vajzë hane, fshat që s'pas ka një të dytë në këtë Mavriallane. Ti gjëjë lullet e shpirti, ku ti gjëjë lullet të gjëndua. Mos janë ka pak të syrit, apo malit kur vije, dridhe moje sy se za, dridhe moj, o dridhe moj shamin e jeshile. Malit kur vije, dridhe moj sy se za ime. Midis gryka shkon në një lumë, malet si kalatërin, bishkon bënjen bira thunë, rritet bardhe trondelina. Nga mbrapa edhe një këmishme nga thellë. S'bën as pak bishman kur thot me zë të lartë. Kush është më e zonja, burrin le ta mban. Po mos kujtoni se mbaron këtu meseleja se një tjetër grua godet si Rufeja. Është dallandyshe Gunga, që rrie buzqesh, hedh një gur në lum dhe meselen e bën përshesh. Vajza Fest është një mundësi e veçantë për të promovuar historinë, zakonet dhe traditat vendase, por dhe për të krijuar një hapësirë ku komuniteti, të rinjt, artistët dhe banorët e zonës bëhen bashkë në një atmosferë festive. Në fjalën e tij, kryetari i Bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj, vlerësoi aktivitetin duke theksuar rëndësinë e trashëgimit të vlerave të kësaj zone, një traditë që do të vijojë. Dhe është viti 4, ashtu fillua, dal nga dal, pak nga pak, si një fest fshati lokale, por për të vitin e 4 si vjet, kjo fest nuk është më fest lokale, por është fest kombëtare, sepse brenda saj ajo ka art, ka kulturë, ka traditë, ka trashëgimi kulturore, natyrore, e si ta duam ne, sepse vajza dhe Labëria kanë një pasuri të jashtëzakonshme. Pasuri të jashtëzakonshme në natyrë. Këtu lart është vendi mirë, është Amantja, është ujvare e Rasalit, është ura e Bratit. Kryeministri në fund kemi nxjerrë edhe ujë deti këtu, kështu që në Vërmik dhe në Bashaj kemi dhe ujë të kripur. Po këto na i ka falë natyra, dhe ashtu si Labëria e ka famë madhe historinë, ne si bashki dhe si komunitet këtu jemi munduar që për të 4 vitet, ashtu si që ka famë madhe Labëria, famë madhe ta bëjmë edhe bashkinë tonë në aspektin turistik, duke e çuar bashkinë në një nivel tjetër të zhvillimit të turizmit malor, lumor, kulturor. Kryeministri Edi Rama ju bashkua festës dhe aktiviteteve të zhvilluara në kuadër të këtij edicioni, duke mos kursyer dhe batutat me të pranishmit, ndërsa ka përshëndetur. Mirëmbrëma të gjithëve. Për mua është pa pritur, sepse nuk isha i lajmëruar që duhet të thosha ndonjë gjë, po do mundohem të mbijetoj. Dhe në radhë të parë duhet të falenderoj Sopolin, i cili më dërgoi ftesën për të 4 vit rresht, dhe këtë herë nuk refuzova. 4 vjet janë mjaft për të pasur besim që ideja funksionon, kështu që besoj që është radha e dur për të ardhur dhe për të dëshmuar së bashku me të tjerët suksesin e një ideje të lindur 4 vjet më parë.
Përmes muzikës, artit, aktiviteteve sportive dhe elementve të trashëgimisë kulturore, Vajza Fest dëshmon se tradita mund të ruhet, të përcillet ndër breza dhe njëkohësisht të marrë jetë në forma të reja. Një fest që jo vetëm gjallëron zonën, por dhe forcon lidhjen e komunitetit me identitetin, historinë dhe kulturën e tij, ndërsa do të vijojë edhe për 2 net të tjera.